إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet për uljet në nshtrimet i takojnë Allahu të baraka wa ta'ala. Atë e falenderojmë, nga ai ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë me bindje të thellë se askush nuk meriton që të adhurohet përveç Tij. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Salavatë dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij të sinqertë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar musliman, gjëja më e bukur në këtë dunja është devotshmëria, që t'i kemi frikën Allahu te baraka ve teala dhe të përgatitemi për ditën e amshimit, të përmirësojmë ibadetin ton dhe të jemi të vëmendshëm për gjitha veprat që ne i bëjmë. Imam Malik ibn Anas ka qenë një nga imamët e mëdhaj, dietarët e mëdhaj të këtij ummeti. Na jap një këshill, një fjali që ka peshë shumë të madhe, që muslimanët duhet ta mësojnë dhe ta kuptojnë dhe të praktikojnë. Ajo fjali është: la yuslahu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha awwaluha. Nuk do të përmirësohet ky ummet në asnjë mënyrë veçse ashtu siç është përmirësuar në fillimin e saj. Pra, ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam nuk mund ta gjejë rrugën e duhur për të zgjidhur problemet muslimanët veçse në atë mënyrë siç ka filluar Muhamedi alayhi salatu wassalam me shokët e tij për të përmirësuar dhe për të ndihmuar Islamin dhe muslimanët. Ndaj nëse ndalemi dhe vështrojmë gjendjen aktuale, pothuajse çdo ditë muslimanët janë duke e thelluar krizën e Islamit dhe të muslimanëve. Janë duke e dëmtuar Islamin dhe muslimanët. Si rezultat i shkputjes nga rruga Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe braktisja e kësaj këshille të Imam Malikut rahimahullah. Në fillim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte luftuar në të gjitha mënyrat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur erdhi me shpalljen në fillim u akuzuan nga mushrikët se ai është magjistar. U akuzua se ai është i çmendur, me lloj-lloj fyrjesh, me lloj-lloj etiketimesh. Saqë mushrikët e torturuan Muhamedit alayhi salatu wassalam, e penguan që të shkojnë në Kabe për të adhuruar Allahun. Dhe aq shumë i torturuan saqë pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithnjë kërkonte nga besimtarët që të bëjnë durim rrugën e Allahut. Qëllimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte ngritja e Islamit dhe ruajtja
e muslimanve. Asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën mekase për 30 vite rresht nuk kërkoi nga muslimanët që të bëjnë ndonjë vepër të pahishme apo që të bëjnë ndonjë vepër që rrezikon moralin, pasurinë, nderin e muslimanëve. Është një ngjarje e dhimbshme kur mushrikët e morën familjen e Ali Yasir dhe e torturuan Ebu Xehli, e mori shtizën dhe e goditi nënën e Ammar ibn Yasir. Para syve të tij ekzekutuan 2 prindrit e Ammar ibn Yasir. Dhe njeriu më i fuqishëm në tokë që ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk kishte fuqi për t'i mbrojtur. Por një gjë shumë të bukur e tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Sabran ali Yasir fa inna maw'idukumul janna." Bëni durim familja Yasir, se Allahu ka premtuar për ju xheneti. Që nën kuptojmë nga ky tregim, nga ky hadith, se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk merrte asnjë veprim të pahishëm apo të paqëlluar që t'i dëmtojë muslimanët, apo që ta vënë në rrezik jetën e muslimanëve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i kishte urdhëruar një grup të sahabëve, të shokëve të tij, që të shpërngulen nga Mekka në Etiopi, në një vend më të sigurt, vetëm e vetëm për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Asnjëherë nuk kishte kërkuar nga sahabët që t'ju vërsulen pa besimtarve, nga se ishin një periudhë që muslimanët nuk ishin fuqi. Kjo është jeta Muhamedit alayhi salatu wassalam, që muslimanët duhet marrin mësim, duhet marrin shembull kur të jetojnë vende jo muslimane, që të jenë durimtar, të mos bëhen shkaktar që të tjerë ta dëmtojnë islamin dhe musliman. Prandaj shtrohet pyetja: Ibrahimi alayhi salatu wassalam në kohën e tij ishte njeri i vetëm që adhuronte Allahun te baraka wa taala, dhe kishte marrë një guxim shumë të madh dhe kishte shkatruar të gjitha idhujt që adhuronin në kohën e tij. I kishte shkatruar të tërë. Po shtrohet pyetja: pse Muhamedi alayhi salatu wassalam periudhën mekase 360 idhuj në Mekë asnjërin prej tyre nuk e kishte prishur? A nuk janë të një rrugë e pejgamberët? Gjithsesi, një synim e kanë pasë që t'i thrasin njerëzit që ta adhurojnë Allahun, dhe daveti tyre, thirrja e tyre ishte pastër, thjesht të jetë për Allahun te baraka wa taala. Por Ibrahimi alayhi salatu wassalam e kishte parasysh se çfarë do sfide, çfarë do sprove që mund të t'i ndodh, e ka imanin e fortë dhe do të mbështetet në Allahun, dhe pas thyrjes së atyre idhujve e morën dhe e hodhen Ibrahimin në zjarr. Imagjinoje po të kishte musliman për krah Ibrahimit, a do t'i ekzekutonin gjithsesi? A do t'i vrisnin gjithsesi? A do t'i torturonin muslimanët po t'ishin kohën e Ibrahimit? Andaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam me urtësi shumë të madhe i shkatroi të gjithë idhujt dhe dul para çdo sfide që i ndodhi, edhe në zjarr u hodh, por ishte i mbështetur në Allahun, saqë as nuk e kërkonte ndihmën e Xhibrilit, por vetëm mbështetjen dhe Allahut, dhe Allahu e shpëtoi nga zjarri. Por Muhamedi alayhi salatu wassalam Mekë nuk ishte i vetëm. Kishte gra, kishte fëmijë, kishte musliman, kishte rob që adhuronin Allahun. Ndaj asnjë idhull nuk e prekin, nga se po t'i shkatronte idhujt, atëherë do të hakmereshin ndaj muslimanëve, derisa Allahu e api urdhën që ta lëshojnë Mekën vetëm e vetëm që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu na thret që ne ta kemi shembull rrugën e pejgamberit, që ne mos bëjmë ndonjë skandal, mos bëjmë ndonjë vepër të pahishme që e dëmton dinin ton, që e dëmton pasurinë e muslimanëve dhe jetrat e muslimanëve. Shumë veprime që ndodhin pra sot ditëve të fundit janë si rezultat i papjekurisë dhe bëhen shkaktar që muslimanët të kenë
dëm edhe më të madh se sa në të kaluarën. E dini kur ka qenë Sulhul Hudaybiyah, marrëveshja e Muhamedit alayhis salatu wassalam me mushrikët e Mekës. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ka dalë në Medinë, ka bëu ushtri dhe ka bëu një marrëveshje me mushrikët. Në atë marrëveshje ka pas urtësi shumë të mëdha për muslimanët. Por në shkrimin e marrëveshjes, mushrikët kanë kërkuar që të mos shkruhet Muhamedi është i dërguar i Allahut, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pranuar një gjë të tillë, që në marrëveshje të mos shkruhet Muhamedi është i dërguar i Allahut. Ka thonë, betohem në Allahun se Allahu është dëshmitar se unë jam i dërguar i Allahut. Por mos e shkruani nga se këtu ka urtësi për muslimanët. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për interesin e muslimanëve e ka mohu që të shkruhet në marrëveshje Muhammedun Rasulullah. Po ashtu, në pjesë e marrëveshjes ka qenë që çdo idhujtar apo çdo banor i Mekës i cili dëshiron të ardhë në Medinë të mos e pranojnë muslimanët, po duhet ta kthejnë dhe ta refuzojnë Mekën. Marrëveshje kush shumë i vështirë. Dhe me që ishte nënshkruar marrëveshja, ato ditë kishte ardhur Ebu Busejr, një musliman nga Mekja në Medinë, dhe kishte pranuar Islamin. Dhe sahabët kur e pan këtë njeri, dëshira tyre ishte që ta pranojnë Medinë, por Muhamedi alayhis salatu wassalam tha, ne kemi shkruar një marrëveshje dhe ti duhet kthehesh. Pra nuk e pranoi Muhamedi alayhis salatu wassalam me që e ka nënshkruar marrëveshjen. A nuk ishte dhimbje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Ebu Busejrin që ta kthejte mushrikët në dorën e kriminalëve, por interesi i muslimanëve ishte shumë më i madh se sa gjendja e Ebu Busejrit. Prandaj dinin ton ka rregull, në dinin ton ka urtësi, dhe duhet gjithnjë ne të jemi në rrugën e pejgamberëve, rrugën e sahabëve, për të shpresuar përmirësimin e këtij umeti. Prandaj lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të përsosura që të përmirësoj gjendjen tonë, na bëj një jetë më të lumtur. E lutim Allahun subhanahu wa taala që gjithnjë muslimanët të kthehen dinin e Allahut te bareke wa taala dhe të jenë durimtar duke adhuruar Allahun deri në vdekje. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa usalli wa usallimu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar besimtar, nuk ka dyshim se fjala Imam Malik ibn Anas ka një peshë shumë të madhe që ne duhet ta marrim mësim në jetën në të cilin po jetojmë, në ditët në të cilat po kalojmë. Dhe çdo rrugë dhe çdo përpjekje e muslimanëve anë kënd botës, në vendet muslimane dhe jo muslimane, që janë duke i vepruar disa veprime për të ndihmuar Islamin dhe muslimanët, padyshim se gjitha janë rrugën e gabuar. E janë rrugën e gabuar si rezultat sepse nuk e kanë kuptuar Islamin në mënyrën më të drejtë. Nuk e kanë kuptuar thelbin e Islamit. Nuk japin përparësi gjendjes muslimanëve para dëshirave dhe epsheve të tyre. Nuk mund të përmirësohet ky ummet dhe nuk mund të sjellët krenaria këtij ummeti derisa të pasohet rruga e pejgamberëve, rruga e Ibrahimit, Musait, e Isës, rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më pastaj, peshkaqeve që njerëzit i kanë sjellur në këto veprime të pahishme është shkputja nga suneti dhe praktika e sahabeve që e kanë bënë jetën e tyre. Më pastaj, shkputja nga dietarët të cilët duhet merret dija nga ata. Gjitha fatkeqësitë që kanë ndodhur ndër shekuj për muslimanët të kaluarën, tashmë dhe që do të ndodhin të ardhmen, është i rezultat që janë duke i praktikuar njerëzit bidatët në fe. Jo rastësisht pejgamberi alayhis salam në çdo hutbë ka thënë sharrul umuri muhdathatuha, punë më të këqija, më të dëmshme janë ato të shpikura. Prandaj në sajet bidateve njerëzit devijojnë, sjellin fraksione, largohen, dhe rruga e shpëtimit është që të marrin dijen nga dietarët dhe ta kuptojnë të vërtetën dhe të ecin në hapat dhe në udhëzimet e tyre. Ndaj lutim Allahun subhanahu wa taala që të ruaj muslimanët nga çdo sherr i vetes së tyre, nga çdo kurth që planifikohet nga armiqtë e tyre. E lutim Allahun subhanahu wa taala
që t'i mundsoj muslimanët që të kthehen librin e tij, në sunetin e të dërguarit e tij. E lutim Allahun subhanahu wa taala që na mundsoj ta kuptojmë dinin e Allahut drejt dhe ta praktikojmë rrugën e të dërguarit e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma an arba'atil khulafa'i al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri as-sahabati ajma'in.